Si ke pasur raportin me shkollën? Shka. Pse? S'kam qenë edhe shëndzanës i mirë, po shka mirë. Gjina. Vërtet, ë? Ja. Mirë. Pse, nuk e ke patur me qef? Jo, me qef e kam pas. Nuk është se kam pas me qef. Po dhe rrëthanat. Po mirë, nuk jam dalë. Pse rrëthanat? Cilat ishin rrëthanat që? Shkojmë këtej nga Gjergji? Sinkone e kaluar. Jo Fukarallaku, jo fëmijë shumë, jo. Ke pas kanë qenë ato. Po gjithsesi, nuk kam qenë nxënës i keq. Nuk e qenë nxënës i keq. Do me thënë, ti në vitet 80 ishe 15-16 vjeç. Sa u bëre sot? Sot jam 63 vjeç fiks. 63 vjeç. Dhe ti ke qenë fëmija i sat në familje? Unë kam qenë i dyti, ka qenë vllai i pari, unë i dyti, pastaj kanë qenë ato të tjerët. Sa kanë qenë tjerë? Sa jemi 10 kalamajni. Oh, pse ka shumë? Kemi 4 motra e 6 vëllezër. Po kështu të shi sa e din baba, nuk e di unë. Me një nën keni qenë që të gjithë? Po, me një Me një nën. Ka pas qef baba shumë fëmijë? Apo deri sa ka baba 10 kalamaj, qef do të ketë pas. Se në i herë në atë kohë bëheshin edhe nga pakujdesit, prandaj them. Normalisht. Po ishte ajo rregull i ligjor, që sa më shumë fëmijë të kesh, të marrësh për çdo vit një mbështetje nga shteti. Kur fillove punë ti për herë të parë? Unë kam filluar punë për herë të parë në 83 kështu. Në 83-shin, ë? Pastaj kam shkuar ushtar në 85. Ku e bëre ushtrin? Ushtrin e kam bërë në Shëngjin. Në Shëngjin? Po. Të mërziti jeta në fshat? Ja, u ambientum, si thonë, me fshatarët. Ke pas në një talent ti kur ke qenë i vogël? Po, kam qenë i mërë, kam dhe në klasë. Bile hera parë që mërësha pjesë me një koncert, ishte mësuesi i letërsisë do të Zepi, ai që më tërhoqi, po të marrë pjesë në këtë koncert, pa vetë në sy si isha njëri i lëvizshëm në klasë. I basha me qesh, gradualisht, u mora me rinji, me shkollën jo të klasë mama me 8 vjeçarë. Pastaj shkova ushtarë, s'kam ba ushtri fare. Thjesht, ushtar isha, po jam marrë me aktivitetet kulturartistike. Do të ishe ushtari që nuk shkoje kur në ushtri? Po, kaq. Si a dilje? Mos me bë ushtri. Jo, po, isha. Po, pa tjetër. Po, lëvizja, jo në brigadë, jo në divizion. Çfarë bënit në ushtri? Bashim aktivitete kulturore artistike. Po kështu regjimi si ishte në repart? Ti në qa ore zjoheshe në atë konë ushtri? Po, në zjohesha dhe volë, po, sa më prashë me koncerte. Skurqë. Ti pas ke qenë me hatër. Gjithmonë ke patur humor nga e ke marrë sensin e humorit? Sensin e humorit, me të ndretin si familje, nga babas e kanë pasi qik humorin edhe ato. Po jo humor skenik sigur, pa jo nësot, e kanë pas kështu popular. Po, sepse ti në fakt ke 2 element, ti bën 2 punë. Bën edhe punën si komedian, po e që i kështu, në Pallat Kulturës, por gjithashtu shet edhe gazeta. Gazetat i kam si punë e përditshme. Punë e përditshme jote? Derisa aktivitetet që marrëm në Pallat Kulturës, pastaj ta janë kur ato më thrasë për në koncerta, në komedia, apo në drama, në qa, shkoj. Sa vite ke që shet gazeta? Gazeta kam qysh në 2000 fix. Në vitin 2000. Në vitin 2000, po pse në 2000-shin? Mbas kohës së trazirave, mbas 97-ës. Mbas kohës të trazirave, nuk u mora direkt me gazetat faktikisht. Çfarë u mora? Kalova me TV Lezhën. Se Shijaku vlot sa materiale tjera, teknike, për televizorin e vetë. Dhe këtë ja shiti dikuj tjetër këtu nga Lezhë, Agustin Cini, që është fantastik për të punë. Dhe erdhi edhe hapi televizorin në Lezhë. Ishte televizori i parë në Lezhë. Privat?
privat. Çfarë punove aty? Fillimisht je fillova rojer se s'kishe kushterunte. Pastaj në kamerë, në teknik ka herë kur mungoshin. Kameraman, e? Po. Kur mungoshin tjerë edhe në teknik. Po kështu që. Po prezentus, Prezentues kena pas, shumë pas nëse kanë ardhur. ti vetë se kishe menu në i herë? Se kisha me. Po pse? S'ma kërkoj kohë shallon. Majta vetëm kamerë dhe kaq. Po të më kërkote në shallon. Do me thënë t'ja u kupto çunave punës sot? Pa, A? e di. Po, O, devizet e, si i thonë, planet. planet me i majtë, Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.